Për ekspertët e ekonomisë, mandati i 4 qeverisës i partisë në pushtet është mandati me përgjegjësinë më të madhe. Eduard Gjokutaj thosë se sfida më e madhe 4 viteve të ardhshme qeverisëse është përfshirja e votuesit që mungoi në këtë zgjedhje, dhe ata që munguan ishin gati 2.1 milion votues. Votuesi ekonomik ishte ai që në fakt vendosi edhe fatin e këtyre zgjedhjeve dhe natyrisht partia që ofroi me më shumë orientim atë që i intereson xhepit të qytetarëve, jo thjesht dhe vetëm populizmi pam, natyrisht që mori votën duke u parë dhe ajo interesi i përditshmërisë. Vota e diasporës, e cila ishte thellësisht ekonomike dhe jo thjesht ideologjike apo politike, bën dhe ajo sensin e saj në kuptimin që tashmë votuesi ekonomik nuk kërkon thjesht rritje pagash dhe pensionesh, por kërkon një vot të shprehur në një program për drejtësi sociale. Por zgjedhjet e 11 majit për ekspertin konfirmuan në dallim nga proceset e tjera elektorale se dominoi votuesi ekonomik. Mandati 4 është përgjegjësia më e madhe pasi është një mandat i cili nuk është më retorik fjalesh, nuk është më retorik sloganesh apo të mbështetesh te trashëgimiet të kaluarës dhe të kërkosh përgjegjësitë në elemente të jashtëm të Partisë Socialiste. Natyrisht kjo përgjegjësi tashmë do të shprehet në një pakt të ri apo në një kontratë të re ekonomike me publikun, e cila duhet të aktivizojë tashmë politikën për qytetarin që ka munguar në 3 mandatet e para në atë formatin dhe fokusin e dur. Ndërkohë edhe ata qytetarë që nuk votuan dhanë mesazhin e tyre në këtë zgjedhje, që sipas Gjokutajt është i rëndësishëm të lexohet si mesazh dhe të adresohen me politikat qeverisëse në vitet e ardhshme.